2 prilli shënon ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin. Ashtu si çdo vit, problemet mbeten të njëjta: shkollimi dhe punësimi për personat me aftësi ndryshe, mbështetja financiare për prindrit dhe kujdestarët, ndërgjegjësimi i popullsisë, si dhe mungesa e psikoterapistëve apo mësuesve të specializuar. Edhe pse nuk ka një raport zyrtar për numrin e saktë të personave, shifrat e publikuara nga QSUT thonë se 20 në 10.000 fëmijë të lindur diagnostifikohen me autizëm gjatë rritjes. Sipas së dhënave të mëparshme të Ministrisë së Arsimit, bëhet fjalë për rreth 5.000 fëmijë të diagnostifikuar me autizëm vetëm në Tiranë, ku 1.700 prej tyre janë të regjistruar si student. Ndërsa në rang kombëtar, numri i fëmijëve të spektrit të autizmit të cilët regjistrohen nëpër klinika apo qendra të posaçme jashtë kryeqytetit vetëm po rritet, ku ata përbëjnë rreth 26% të numrit të përgjithshëm të fëmijëve me aftësi ndryshe. Ministre e Shëndetësisë Evi Sala gjatë një takimi në Berat foli për lançimin e planit kombëtar të veprimit, për të cilin tha se do të dyfishohen pagesat mujore për këta fëmijë. Sot po lançojmë planin kombëtar të veprimit për persona me aftësi të kufizuara për vitin 2026-2030. Nuk është vetëm një angazhim politik, është një detyrim që kemi ndaj qytetarëve dhe ndaj rrugës drejt Bashkimit Evropian. Po finalizojmë paketën mbështetëse për dyfishimin e pagesës financiare për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Një aktivitet u mbajt edhe në qendrën komunitare për persona me aftësi të kufizuara në Tiranë, lidhur me ndërgjegjësimin për autizmin. Mendoj që nuk është vetëm sot. Ne çdo ditë kemi festë, shkaktojmë së bashku, gëzojmë, kërcejmë, mësojmë dhe më e rëndësishme është që ne arritemi së bashku çdo ditë dhe duhemi akoma dhe më shumë. Gjatë eventit, për kënaqësinë e të rive me aftësi ndryshe, morën pjesë disa artistë nga trupa e ansamblit kombëtar i valleve popullore, cirku, muzikantë dhe me pjesëmarrjen e këngëtarëve si Redon Makashi, Manjolan Albani dhe Fifi.